Miq Prizmës, nga ato karakteristikat e një rretëre kulturore, mungesë e jashtëzakonshme e kreativiteti, mungesë objektiviteti në përgjithësi në faktorët historik, faktorët politik një qyteti, mungesë e jashtëzakonshme e një koherencë, qëndrueshmërie është edhe daljet në konferenca shtypi për të sulmuar në kohë sa po hyn fushata elektorale, të një momenti kur punohet, dhe kjo dihet që punohet, intensifikohen në moment fushata elektorale dhe investimet. Edhe shprehet asfalt elektorale marrëzira të tilla. E para punës janë shprehjet vjetruara. Si të jetë investim që i hidhet për afër ose mbrapa fushatës elektorale, çfarë rëndësie ka? Asnjë lloj rëndësie nuk ka, mjafton që të hidhet. E para, fushat elektorale e pa filluar, fushata elektorale fiton me datën 11, një muaj është zyrtarja. Dhe jo fushat elektorale që rëndësi ka kur punët kanë filluar edhe vazhdojnë. Për fushat elektorale bëhet ajo rruga Shirok Zogaj. Për fushat elektorale po bëhet kursia e biçikletave. Për fushat elektorale bëhet rrugët tjera të brendshme. Për fushat elektorale rregullohen trotuaret. Po pse më fushat elektorale? Po fushat elektorale nuk marrin kurse, 1-2 vjet ke fushat elektorale. E para. E dyta, kur në fushat elektorale po marrohet atë oborrin ku banoj unë, Barspajia i thash një 20 herë faleminderit. Po, për mua çfarë rëndësie kishte nëse Bardhi e shtronte për fushat elektorale apo jo. Për mua kishte rëndësi që Bardhi po e shtronte atë vend i cili kishte 35 vjet, po hiç vjet, se kishte shtruar as në Kotën Verit, nuk kishte shtruar, thjesht ishte një micere aty. Në të vërtetë, kryetari i bashkisë ose Barspajia po kujtohesh që ta rregullonte mund qendër të Shkodrës. Kisha kërkuar 20 herë, me vite, ore, ç'a bëhet, si lehet Shkodra në qendrën e saj në mënyrë të degraduar. U kujtua Bardhi, faleminderit shumë. I thash, as përmenda fjalën fushat elektorale, as jo fushat elektorale, me rëndësi kishte për mua. Rëndësi kishte që e bëhen, kjo ishte rëndësia. Nuk quhet fushat elektorale kur ti rregullon rrugët e qytetit. Kjo është politikë e vjetruar. Kur punohet në vijueshmëri. Nuk është se s'ka punu deri tani, po themi Benet Beci, po s'ka bërë asgjë, as e ka pastruar Shkodrën, si kundër ishte e pa pastruar. As rregulloi rrugët, as vunin drejtësimin LED, as rregulloi shkolla, as rregulloi lulishte, as rregulloi rrugë edhe katunesh afër për qark Shkodrës, edhe kanalizime, as hapi kolektor, as pastroi kanalizime. Edhe erdhi fushat elektorale po bën këtë investim. Ata janë investimet që janë projektu dhe që sigurisht do të bëhen, po që si ka me bëhen në afërsitë fushatës elektorale, brenda fushatës elektorale dhe mas. A do ketë edhe mas fushatës elektorale, që do të pse e bëni mrapa fushatës elektorale? Janë marrëzira, është mungesë kreativiteti. Me këtë lloj mungesë kreativiteti, pastaj njerëzve nuk i duhet gjama se çfarë është. Ju duhet ajo rruga në qendër të Shkodrës e shtrume, ato kanalizimet e rregulluara, edhe rruga e shtrume, se shtru prej 30 vjetësh. I kjo ju duhet, ma nuk e marrin parasysh këtë marrëzi që dele dhe thua fushat elektorale. S'ka lidhe me këtë punë. Fushat elektorale i thuhet atyre që s'kan punu hiç, fare, as kanë shtru i rrugë, s'kan bëgur një, dhe shtrojnë në prakt fushatës elektorale. Ky është momenti, po jo kur punon vazhdimisht, jo kur shërben vazhdimisht, jo kur ndërton vazhdimisht, jo kur investon vazhdimisht. Kjo nuk është fushat elektorale, kjo është punë. Punë e zakonshme që ka një kryetar bashkie dhe bashkia e tij. Kaq më. Gjeni metodë tjetër, gjeni kritik tjetër, sepse se ke bërë atë ose bëj këtë ose këtë ke bërë keq. I këto janë pranueshme. Fushat elektorale çka kuptimi ka më. Fushat elektorale ka që kur ka ardhur në pushtet deri tani vazhdon puna. Vazhdon puna në gjitha drejtimet që njerëzit nuk janë budallë. E shohin që punohet zdrale, e s'kan nisur për fushat elektorale. E shohin që punohet në qendër, s'kan nisur për fushat elektorale. E shohin që është bëhen hyrje e qytetit, s'ka nisë për fushat elektorale, përkundërzi, nuk duhet ta nisë se hapet bezdin fushat elektorale, jo i hodhët te ose i hodhët te, që e kanë zakon. Nuk bëhen për fushat elektorale, bëhen se është një plan për të bërë.
Kurse për fushat elektorale dhe pralla elektorale duhet i dallojmë punët për fushat elektorale dhe prallat që bëhen për fushat elektorale të një partie e cila nuk ka bërë asnjë lloj pune as për fushat elektorale në s'kan mujt me bë. Po le punë që jo. Në këtë mes i shtoft Hinati e themtoi za Bashkisë Shkodrës edhe kryetarit Beci, si për fushat elektorale, si para fushatës elektorale, si mrapa fushatës elektorale, të vazhdojnë punojnë sepse nëse s'ka një shpikje tjetër Partia Demokratike ose një model tjetër të kritikuarit ose t'i lejnë marrëzirat e dikush me kanë 35 vjet të njëjtat marrëzira. Asfalt elektorale kështu budalliqe që as i do ma kërkush as merret kërkush ma me këto edhe ato që merren janë shumë pak. Me atë që thonë, bëjnë shumë pak zemra të rrajnë fort. Disi u t'i bëshin zemra të rrajnë fort, kur me të vërtet kishin drejt. Të kishin punu mirë, të kishin qenë të zotë për me e bë Shkodrën një mrekulli, madhështore, se Shkodrë nuk i thonë as madhështore me dhe, i thonë madhështore me dhe. Shumë prej këtyre që shofin asfaltin elektoral. Dakord, miqtë e mi?